thush, kundërimi s'drejt e ka qitë në të zhdrejt, me thonë tash me terma. Po, vetëm duat ndërhy këtu, po. Dhe ka tregu qartë, do në thotë, ka tregu qartë, cila është prerogativa, a i në një kushtetutës që është jashtëzakonisht i qartë, do në thotë cilën e gjykata kushtetuse vetëm e ka parafrazu, dhe ka tregu, do në thotë që nuk shkohet në zgjedhje, sepse nuk ka thonë, thotë, gjykata kushtetuse thotë, atje, nësë sa më kujtohet, është se ka kohë që është vëllët, nuk thot askund, por një ditë debatet e mërashme, që shkohet në zgjedhje, kushtetuta thot nuk thot askund, që shkohet në zgjedhje. Po, unë i kam pyetjet veç e veç përse ta kam kësaj çështje. Kur po them, zoti Hasani, kur po them paqartësia, e kam fjalën tek paqartësia kohore. Sepse i është dhënë hapësira një subjekti politik që fiton zgjedhje, deri në pafundësi të vendos emrin e një kandidate që nuk i merr votat e mjaftueshme dhe kësaj krijohet situata që e kemi tani. Në këtë rast, zoti Hasani, edhe për shikuesin pa diskutim, e kemi rastin e kandidaturës së zonës Haxhiu, e cila po del për të 5 ose 6 herë dhe nuk po i merr votat. Seanca po ndërpritet, po